në përmet votimeve dhe premtimeve, kështu tham javën që i kalojnë. Kur vjen vakti votave në gjallën ato, tash a jeni të i pa. Tash s'ka një herë se s'ka vota, tash janë kejtë kluq ato, i kanë mu vot atë qenin as qenin sash me rëndësi. Ato nuk rinë 21 vit si pullat me vetë. Të di avë qelin zojtë ative, për njëherë zojtë e kareristave dalin sokak, me mledh njerëz edhe me bodhota, edhe me dhon premtime, thash pra thojnë ato, nëse bona unë, pra nëse ju mbani muë, do të lullzon kjo dhe tham javën e kalume, po e përsritim me dit ku jemi në atash, këto janë thonë këto fjallë. Thojnë ato ka me lullzu, edhe ti tham janis me pa me lulle, më njëherë. Pej këtu i derin Kumanov anë e mon autostrade e shefti. Ti e se a i se ka gajle, ati si ven marë, a i të thot, për këto 2 vetë që ka t'jem unë e pin për shef, derin Bujanos tramvajnë në përkatune do t'a bi. Edhe janistim i pa pragat, kamionat t'u shpas praga, t'u shpas shina nëndër, edhe qotë pas ta i ti vlavin tanë, ja shanë mas paku, ja shanë, ja shpif, ja re, ja i dhënosh si e s'del me ta, pse kje jetu ti sa i s'do mi adhon votën, ati ja rani tani cili ta ka ble zemrën me lule të cilat mellën hava. Me shinat e tramvajt të autostradat të cilat maron mas koke nëndër, edhe ato si shef mo kurti, se a i si ka aftësit, a i nuk i ka aftësit o borin e vetë me mush me zal, a i baltën e ka në borë terin qaf, ati e ta maron tramvajnë në përkaton. Kështu që ka bojnë këto njerëz kështu nuk lullzojnë gja, po blejnë zemrat e njerëzve edhe i bëjnë, i shëndrojnë edhe i venë në shërbimin e vetë vetës. Pra kjo deri këtu është e javës kalume. Ta sot, për çfarë arsye njerëzit e dojnë ma shumë postin edhe pozitën edhe karierizmin se pasurin. Kjo e sotit, pikto do të fillojmë sot. Për çfarë arsye njerëzit ja lakmojnë karierizmit edhe postit që arrihet në përmet ati ma shumë se pasurin. Pse do kanë qef me qenë pozit ma shumë se ca kanë qef me qenë pasanik? Për çfarë arsye? Me pozit arrihet pasuria, kurse me pasuri pozita rrall, e as njëherë hemen. Pra ato janë të vetëdijshëm, se nëse unë bëhem ministër, nëse unë bëhem deputet, nëse unë bëhem një kryetar, nëse unë bëhem një mifti, nëse unë bëhem një kryetar i Bashkisë Islame, nëse unë bëhem një mret eventualisht, unë e di se ajo karik e sigur të është që do të më pasunot, se është regulli i vumë ashtu. Edhe mos me ke shfridzu ata prapa jo të banë pasanik, se ajo karika orfuni ka pare, ka pasuni nërta. Kurse, a i që ka dimi copa dhenë, qëfar pozita i mrin me ta? Ati i shkon imri të ngasit jetë budal me i qu kinja atin karik që e ka dimi mark muin. Me pasuni nuk arrijet të pozita, po prej pozitës arrijet të pasuria. Pra karieristat këta e androjnë, kur të flenë këtë shofin nëndër, e duhet me bo argat të fuqishëm, të zelqëm, që ngasin për realizimin e kësaj me artër të vendi, e ata kur të vinë të vendi të remot harrojnë, ata qeli pula zoja nuk qeli. Ative mos qohin nudhe, se a ke pa ti lule që ka erë në ta mesia s'ke pa, harrojnë ato. Kjo qka është, na pse spjegojmë këtë dërës në gjami, kjo është pjesë e pandashme e spjegimeve islamike në kursit e gjamiave dhe në mimberët e saj dhe në shkollat islame për mos me usmu njerëzit për shkak se kjo në islame ka emnin smundje. Për mos me usmu njerëzit, kjo në islame ka emnin smundje.
Ta shti kur jemi këtu, dalimin mes kësaj rase, mes kësaj kategorie edhe njerëzve që ka jetu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka nemnin sahabe, ndihmësat më të mëdhejt, atartë, ata që ndëgjon herë çfarë nëse s'ka mundësi me limunja një qetrin se koha e limimit kokës një qetrit ka përëndu. Kur mos hajdi asën këtë qetër koha limimit kokës me akull, koha limimit kokës me akull ka kalu, limimit kokës me akull ka kalu. Tha Rasulullahi për shok që e ndihmuan ata, që e qitën në Bregdet, të shejt, tha rahimallahu l'Ansar, tha Allahu Medinasit i mëshiroft, njerëz të Medinës. Kemi thonë për këta, tha kur po shkojnë luft, po më qojnë gjem, aq sa unë s'po kam shpata më jullon. Aq gjem po më qojnë, sa që unë s'po kam aq shpata më jullon ative. Kur po vinë prej lufte gjem të ansarve dhe të muhajgjerve, e po binë ganimet, po binë pasuni prej lufte, unë po nisi me avda pasunien, s'po kam kuj me avdhon, se ato po rinë shpis, po vinë me morë. Nëse arrini ju gjemteri këta me nënvizu mirë, edhe me ba pjesë të juaja, pjesë të jetës juaj, me ungjiros me këta, jo me ngjiros veshin me këtë, me ngjiros zemrën me këta, jeni ju ato që me të vërtet kemi të drejta me ju thonë hasnit e para, se mirë jeni. Se përndrishe, nëse vazhdojnë me kursin e të kaluarës tonë të zezë, nëse vazhdojmë me kursin e të kaluarës tonë, me prit para derës së pozitagjive kur për na japi një qosht të pozitës, nëse vazhdojmë me prit para dirve të njerëzve kur për na punsojnë ato me një cop apo me një pjesë të rishfetit, nëse vazhdojmë me prit para derve të njerëzve të cilët thojnë ato, nëse pajtohesh me rendin ton, do t'a jap me filan vendin e punës. Unë po të spjegoj se në këtë rast, nëse bjen ti në këtë nivel, edhe në atë vend punë e punësohesh, je ma i dob ti njeri që ka pa toka. Po pse jam i dobët në atë rast? Pse ke harru me pyt, qatë njeri ku e more ti atë vend punë që po ma jep muë. Ke harru me pyt. Një person prej personave që punojnë në radhat e muslimanëve, në radhët e bashkësies tonë të shenjtë, se bashkësia islame ashe shenjtë, ati nuk ash loj, bashkësia islame nuk ash loj, aja është organizata me shenjtë që posedojnë muslimanët. Njoni i tha një personit hoxhë dhe aj, tha hinë në këto zirët e tona, e zgedhe njonën cëllën ta dush qelcat. Kjo nuk ka fantazi, kjo është fjalë edhe fjali të personit që i ka ndodhë, ja qelcat e zirës. Tha mere edhe hinë puno drejt prej nesër mëngjes, ama plotëson ai një kusht. Tha ai cëllin kusht ta plotësoj? Tha për cellën Molla Jakupin e Slupçanit çka po ban kejt. Faleminderit. Faleminderit shumë, kjo a punë e mirë. Me në për cellë çka po bojmë. Sa i të merrit është ki njeri, sa i smut është ki njeri në kokë, sa i smuta ki në shpirt, sa i smuta është ki në anën psiqike. A unë tash ti Molla Jakupin me përcel. A unë me zë para mikrofonit, edhe me zë para televizorit,
edhe me zë para librave, edhe para xhamatit vetë po thom çka jam tu bo, ai bëhet budall thot çka për cilë çka tu bo. Ai un po flas para 1500 njerëzve çdo ditë, a shiqarem midis xhamisë po tham çka duhet me thon, he nes me armën për cell. Po ti çish mundesh me armën për cell mua? Hajde ku më për cell? Si mos jem të fol në xhami, jam të punuar. Ti edhe si jesh ati gji me armën punua, ti s'vet, se në vend me për cell. Sa të merë i zi, sa punë e zez, sa të mrapametun një njerëzit, sa njerëzit s'kan bët kuptime të kësa jete. Nëse a puna jonë politike, e kemi lajmëru qish moti nase, na jemi jashtë asaj, ashtë tërp. Mëlla Jakupi me u marrë me politik, ashtë tërp. Pse ashtë tërp? Ashtë tërp se politika ka parlament, politika ka 120 deputet, në qetërin parlament 555 deputet, qetëri parlament i ka 300 deputet, atje ka politik, atje ku njerëzit morin rrugë, atje ku njerëzit votojnë për ta, atje ku njerëzit bajnë përgjegjësi të asaj lëndë, kurse në xhami na spjegojmë vetëm fen edhe ukri. Na spjegojmë vetëm anën islamike edhe ati merr fillimi, ati është fillimi edhe ati merr fund. Pra na smiremi me atë dik, me na përcjell neve a mirë. Vend në xhami, unë dal imam ti falësh mas, ç'isht fal na unë e dush me përcjell, edhe mu fal të bëj mirë shumë. Për qera veç ka të lodhësh. Veç ka të lodhësh. Pra, nëse ti edhe këtu edhe atje, pra që një njeri të punëson ti e me një vend, je ti i humbun. Je i humbun. Duhesh pra të punosh, edhe të angazhosh që ta vërtetojsh vetën se jeti me armë me të thonë të shpia, edhe ajo koeficienti jot mendor, edhe pregaditja jot e shkencore, profesionale, nëse ajo nuk punëson, ta dish se ke je fundos, ta dish se ke humb, se ke harru me ju thonë ative, ko e murët këtë vend punë ju. Ato venat e punës, ju a babalëk i kini edhe i danja. Ato venat e punës ju a i keni bache e lehe trasadit i kenja. Ti këta ke me mel spec, e ti prej kësaj ke me dal kastravec, a kështu i keni punë ju a. Do me thonë, këtë dunjo, a ju e mel një shfar do rasadi i keni qef me mela. E na më dëgjoni pra, na nuk jemi rasadi juv, na mjelmi vet, edhe bim vet, edhe rritemi vet, edhe ujitemi vet, edhe pjekmi vet, edhe vjelmi vet, vdesmi vet, edhe ngjallmi vet. Na kështu e kemi. A ka ma qartë se kjo? Po mës me konë na, marat, shka bani ju mës me konë na? Mës me konë na, ju jetoni ju knaqni. Kështu pra. Mës me konë na, ju jetoni të lirë. Kështu të ndodhë mës me konë na. Mës me konë na, ju knaqni. Mës me konë na, ju jetoni me Allah unë gjellë gjelaluhu, heq pa ja u përzi telat askush. Mdokot se na pa ja u përzim telat. Na pa ja u përzim telat. Nëse keni arrit me dit kush jemi na, atëherë është bo mirë shumë. Nëse s'keni arrit me dalu kush jemi na, atëherë prapo duni me zgat orën e mësimit, me lip orë plotësuse të mësimit, nëse s'keni arrit me dit kush jemi na, me kërku orë plotësuse. Inderuar i xhamat, Islam do me thonë imunitet. Islam do me thonë të mbjetosh me kam të tua. Islam do me thonë të jetosh në njën e durve tua. Islam do me thonë mos t'i kur falësh kur kuj. Islam fjala do me thonë mos kur falje. I tha Rasulullah i një grupës njerëzve njënë nga ato transmitoj, tha, harova unë, tha, a 8 vetë kem kur në tha për nga meri a.s. një fjali, a 7 kem. Tha, po si do qovë për ju kalzoj shka në tha. Po tha, harova a 7 vetë kem atet, se është transmitimi i fjalëve për nga meri shumë precis. Ajë të ndëgjojmë shka i ka thonë, pra nejse a 7-8 sa është me rëndësi. Tha, në tha Rasulullah a.s. o ju, a ma ip një besën. I thratoja, një jemi
Than poja Rasulallah. Than poja Rasulallah. Than poja Rasulallah. Tha dhe ketë se kam për qëllim se e di se kësisoj jeni. Tha shka ke për qëllim pra? Tha ma ip një beterit të general. Lamin kone për nga nuk kanë dorë qikara, nuk kanë dorë qikara, kam gjia prej kalit, edhe i ka thonë shëqit vetë apo më ngatë, veç drip ke ngatë ke, se i kam thonë për nga meri s'du mi ju kur falë kur kuj mo. Deri vdiqëm tha na, qito tet, nuk ja zgatëm tha dorën kur kuj, tha i bike shoqit tem kam gjia prej kalit, unë te kam te kalit isha, se më thoj ke ngatma, se u tut ke se pe prish besër a gje, shdrip ke vete mirë ke kam gjikin. O vlezër, deshtëm zdeshtëm, unë do t'a them këta këtu në gjami, edhe do t'a them të gjamia modhe në Prishtin, do t'a them të gjamia Adhembeut në Tiran, edhe do t'a them të Sultanahmeti në Stambol këta, edhe do t'a them të gjamia pejgamberit Mekke me Medinë me mudhën rasti, do t'a them edhe në gjamien e Haremit Mekke me mudhën rasti, unë do t'a them para televizorit më të madh në botë me mudhën rasti. Ne shqiptarët komplet ju kajt njerëzve apo s'ju kajt, ne harum Allahun edhe rrugën e ti, edhe harum sistemin e veprimit si pas ati, e tashti kur ta bëjsh këta, mos zban qëtërsen, nuk ndodh qëtërsen, prit në përdir, kjo ndodh, prit në përdir, ja prit të dera e kompit, ja prit të dera e shoqatës, ja prit të dera e vllaut, ja prit të dera e aeroplanit, ja prit të dera e kriqit kuq. Kjo vazhdon për tije edhe vazhdon për muë njëjt sa për tije, sa për muë pa dal pa fije dalimi, kush e harron rrugën e Allahut, kush e len, kush e zaventson sistemin e Allahut, sistemin e krijuesit me qetër. Ama kanë punu njerëzit e ne kanë bo këtë din bajat? Ama kanë punu njerëzit e kanë ndërtu prej njerëzve, prej neve njerëz, ato me ikësi ma betë se prej gjartnit, prej të mirës, prej fesë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Unë po të dalë, e ta kapi një intelektual shqiptar, për dore, edhe ti baj një 150 metre me ta një udhtim për një parke apo për një trotuari, edhe ta pys ata, me më thonë shka ke në zemër, si unë që po ta thamrena shka kam. Në zemër qka ke, a Kurani Kerimin e donë ma shumë për sistem e pranon, apo e pranon librin e Nikola Machiavellit italianit të Florencës, i cili liber e ka emrin Princi, a ketë liber e donë ma shumë a Kurani Kerimin, në zemër qka ke me më kalzu, jo në politik, se na duke ju bo politik do qerve, harum se nan me zveti një një qetrit s'du të me i bo politik, shti edhe nan me zveti një një qetrit. Shqiptarët kur si kanë bo një një qetrit politik, ato jo pse se kanë nderu një një qetrit, po ato te ato ka qenë nderi një një qetrit shumë ma i malë se politik nga një një qetrit. Ta shti u helmum na politik me do të kujtu se edhe me qerë, shti edhe me zveti ja kemi hi. Ne zban me i bon një një qetrit politik. Në një një qetrit du të me i thonë, këtu e ke gabim. Kjo është e jonja, kjo është thelbi i jetës tonë. Unë mendoj se nëse ma thot ai qka ka në zemër, kish me më thonë, kështu kish me thonë, hoxha, a me gjithë mene kese, unë do të krahasoj librin e Kurani Kerimit para 1500 vetëve me librën Princit Machiavellit? A ki me gjithë men që po më pyet këta? E unë do t'i thom ati shiqo, e kam me gjithë men, edhe me gjithë ven, edhe me gjithë kuale dhe ven, me kejt e kam, me kejt e kam. Ku, shto do t'jetë përgjith?
E po java, e qish me hec pra të para. Që kjo është ajo fjala që shqiptarët musliman i qiti prej binarit. Këtë fjalë o ju të ri, mirë në më njëherë, ku ta ndëgjoni, mirë në edhe line me benzin nëse e pini duhonin, në një fitilin e cigarës. Djegne këta, se kjo fjalë shqiptarët i që i qiti prej trenit, kjo i qiti prej vagonit shqiptarët. Fjala e qisht shkojmë na të para pra, me Kurane me fe, qisht hecim. Na qisht him në Evropë me fe, Evropa s'po don me fe. Po bre interesant, që interesant shka ndodhi, e lam fe në deshte Evropa, ka dimin dite po në merë. Po në merë, po ajo s'po në merë o i dashur, ajo po në hanë. Ajo se të në kishmarë unë s'kam pas gojen me qelë, po ajo po në hanë, nëse mundësh inshallah, e t'jep Allahu aftësit mendore e me mbesu muë se kjo është e vërtet se ajo s'po na merë, ajo s'po na ban neve nder, ajo nuk atu na bon sajgi, se me ditë se sajgi atu na bon kam pas me ta bon një pytjet për zdrevt 50 vetë që keme nejtë s'keme ditë mu përgjigj. A pytja eme a shumë e thjesht, e ku shumë keve bre ti me të bajt me aeroplan gjithë ditën e gjithë notën. A ki bre një përgjigje bimë se që ma rahaton më rëndësin, e më përgjigje është për i zatë zotit e ku shumë keve. Qfar faktori më jeti, qka je? A folmi? Nëse e marim na komptarisht në gjerjen, që ti për qenke që ti ka 10 aeroplana në dite, aq me pesh, për i zatë zotit, qka i ki kontribu botës pra? Ruzulli toksor, qka ka di shka të madhe që e ka emnin Madejn shqiptar? Botës, kejt botës, ruzullit toksor që a qunë kom, shka i ke afru? Përgjigja është 0. Shka i ke afru? A të vesë di shka që të sen. Shka i ke afru vetë vetës? Për tije, qka ke bo për tije? Unë e di qka ke bo për tije. Si të kishe punu jashtë, një shpi me 7 dhoma. Këtë e ke afru. Pa 7 dhoma janë dunjo. Po të pis hala. Shkencëtarisht. Qka ke bo? Politikisht. Qka ke bo? I pari jot. Shka ka afru? I pari jot. Shka ka prin? Shka ka afru? Ja për shembull, njonit ka prin 10 vjet. 3 elemente janë njerëzit e menqur i folin. Ato shka din, ato shka s'din folin që tërsen. Se a i qka s'din, a i ka let, a i qka s'din, a i fol shka tim teket, a i qka s'din realitet, a i nuk fol, po e fol mi ati e ka emnin me blujt. Kështu e ka se mullini blun, po a i se din shka është të blujt, e din mullingjia shka është të blujt, a i din mosel ma hollë dhe ma trash, ma egre ma but, ama me vet gurin shka ke, nuk di me thonë, ki ke kalamoq, ki ke grun, guri mullinit si di këto pun i din mullingjia. O i dashur, po të pës, i pari jotë që të ka udhejsh 10 vetë, të menqurit, ato që dini i bojnë këto pytje, jo unë, ato që din. 3 elemente janë duhet me t'i afruaj tije. Për borgje ka, obligime ka, se në ato 3 elemente ti varësh për ative. A i njeni ashtë këtu, ekonomikisht, shka t'ka afru? Ekonomikisht, shka t'ka afru? A ke përgjigje? E di që i ke, për në gjamin s'folët, se me folët i më në arthu, 0. Ekonomikisht. Politikisht, shka t'ka afru politikisht, 0. E ushtarakisht, 0. Urdhno, pra. Urdhno, hajsh, ko bërë të shpia, shifa andrën e mazdrekës, para zdrekës e ki ubitis. Shife një andër 3. Se me 2 vetrat maroj, këto janë 3 punë. Pyta Arafatin, që 50 vetë në Palestinë, shka ka afru ekonomikisht? 0. Shka ka afru politikisht? 0. Ushtarakisht? 0. Tamam, u kri. A njoftë është i kusha? Apo do këti e si pleshteton e kanadet, pleshteton, kur ta shofin televizor me shamidhe, bre që kje, bre, umit, bre që kje, bre. Bre që 60 vetë, bre, umit kje, bre. Këto pleshteton janë politikanë të mëj, këto. Këto janë shumë politikanë. Edhe me bo me a përzi, thot, po ku e dibe ti be gjek i lebe, unet, kur ki le ti jam konë sa ti plak be mara. Na e mbyllëm.
Dritarja jo në mbyll, na këtu i shlojmë perdët na. I shlojmë perdët dhe më hajtë, falës ti pra, qa, kalzom. Te poshtë berë pra, hajtë kalzom kusha Indira Gandhi, kalzom Suharto kusha, shëket meren, qoj te poshtë, dhe unë i kam mbyll perdët, më unë s'kam shka me full. Këto tre elemente mos i haro pra si dush me ditë. Çka të ka afru ekonomikisht, çka të ka afru politikisht edhe ushtarakisht. Këto tre elemente mos i haro tonë tani i mod punti. Është përgjigjja të zero, a u njofte me mu kush jam pra? Që ka që jam une? Pi mu s'ka ma shumë. Prej ka vinë këto smundje kështu, kur ka kanë shall këto, ka kanë taq këto e kanë shall atë smundjen për të cilin jemi në te, që e ka emnin karierizëm. Në t'jem une, pa to në shka dojtë dole. Kështu në pra kjo. T'jem une, to në shka dojtë dole të nena. Njerëzit e dojnë postin ma shumë se pasunia ka i lete, i dashur. Ajo mundet me qenë gjepin tanë, aqë sa mundet me qenë edhe i vedhur. Ajo pasunia mundet me qenë në arkën tonë e mshel me qenë 400 kile kasa, po e gjonë palong. Mundet me qenë shumë e ronë, po mundesh me gjithë në palong me njës. Mundesh me gjithë në arat e Kratovës. Pra ajo pasunia së është e garantume. Mere vesh se sa garantume. Ti thu, e po pse a i shka i ka shku kaca në palong, se ka qu pra në Gjeneva gje me rujt të banka. Po a i ku e di une, ka dal një iblis a gje, po i thuj një iblisi internetit e emnin. Qështu e? Iblisi internetit e emnin, edhe atje me ato sustat e ati, numrave për ju bajnë kënë dishka, numrave pareve. Ative që për ju thojmë në konto, edhe ative për ju bojnë dishka. Po thojnë ato kër të bëhet veti 10.000, do të kemi shumë problem me këtë mresh. Para të zenginit njonit do të shkojnë vetë e numri qetëre da gje. Kjo ndodhe deri tash u zu. Pra parat pasunia, po mu i ka me qenë, edhe po mu i ka me u vjedh, po mu i ka me u djek, po mu i ka me marr uj, po mu i ka me marr zjari, edhe po mu i ka me marr njeri. Ti që shtam sot dijav, ti ke fitu 50 vet, a i njoni ven një iblis, a i vjen shejtani njeri. Ka thonë Allah në Kurani Kerim, shejtani a di pjesin dam, min el gjinneti u annas, ka thonë shejatinu l'insi u el gjinn, shejtani është di pjes shejtan njeri edhe shejtan e gjine. Ven shejtani e gjine të ban vezvese, të thot ajtije, kështu të thot, të shpia, ja të dera, të të nesër me zeza po ndodh, edhe qohët gruja jote i merë qontas për mos me ndodh me zeza del për shpije, gruja jeme. Ajo gruja dull, mara njeri, ajo dull, qontat i kish marrë dhe kjo, qontat gruja vlavit tem, e jotja ati dalin kodër, kur dalin kodër, vena i shejtoni njeri ati. O të kanë 100 mark, si të dush me të qitë ma tonë, 500 vetë, 50.000 mark. Ta shti njoni punon në Zvicër 50 vetë se një kursen këto, njoni në tumë të kodrës muqibabës i fiton këto për 1 minutë. Për një moment me një fjallë, ja ka qka njerë staft, pra shejtonja e gjine, ka thonë Allah në Kurani Kerim, njëna pjesë a njeri. Njëna pjesë a njeri. A i qetri shejtan, hoxha i shejtonit, kja shejtan. A i qetri, shejtoni ka gjëllar të vetë, ven a i shejtoni e i hoxha, a i ven qetër gu, a i s'fol ngu në këti, që i thot, kanë 100 mark për krije. A i thot 5 minuta, 5 minuta i ki të rridilësh. Shka ke fitu 100 vetë me gjithë babën e plak, lek 5 minuta i ki ko. Ti setrën se le gjonë dush me dalë, setrën se le gjonë, jo qantën. Kur dilësh kodrë edhe a i thot, 200 mark për me dalë si dush. Ja urdhno pra, e ke pa ku jetu? E ke pa ku jenë shfar, e ke pa ku jeton ti? Këtu pra kemi thonë na, fetarisht kemi thonë, para disa viteve në këtë kursi, fetarisht kemi thonë. Këtu frinë shumë erna. Kush ka qenë gjamie ma men? Këtu në këtë vend ti ku jeton, frinë shumë erna. Ajo që i frinë për i lindjes ka që të remën. Ajo që i frinë për i përendimit ka që të remën. Ajo që i frinë për i jugut ka këtu që të remën. Ajo që i frinë për i veriut e ka emnin veti. Po ti e kejt të të katra të bojnë dam tije. E qka dush me pas pra? Dush me qenë mirë ti i veshur. Mos e harro kosmodiskin. Mëse harro, ti kthejnë parat si mos boje hajrë. Mas 3 jave në i bete, mas ti jap mi parat, mos harro me mas ata. Mos hec thot. Mos hec thot, në e kosmodiskin, si mos boje ti kthejnë parat si mos boje hajrë. O i dashur, o vlavi jem, hec i veshëm këtu. Se këtu kalon vetëm në atë rast mirë, si të hecësh i veshëm. Këtu në këtë vend, i vdeshun se don,
Këtu në këtë ven i vdeshun maron ti, maron. Këtu në këtë ven, nëse më frima nuk të merë me të qu për pjetë, i vdeshun si tishe toka që ti të poshtë. Nëse frima nuk merë, nalt, toka në këtë rast neve të dijat në kanë kapë, e lam rrugën e Allahut, një pjesë tonën toka e hangër, pjesën qëtër ajri për e banë. Pjesën qëtër havaja, ajri për e banë. Do me thonë, aq pa rrugën e Allahut jemi bot letë, frima, letër bureki jemi bot, që e kanë lonë ato që hangrën burek, po na merë frima, po na banë, në për dunja, në ka stërvit mirë, në ka stërvit mirë, si as njëherë ma parë në ka stërvit. Po të këshmi pas Allahun me veti, po të këshmi qenë ropë të ati, shka kishe ti me në thonë, shka ndodhë ka thu? A bash je interesu për një me? Unë të kisha ditë se je për një me interesu me ditë, pa ta pas thonë se kisha lonë. Po jam thalli bindun o vllavi i dashur. Jam thalli bindun se këta populli jonë e kalon me ndëgju kur të sosët ai qetri shekull, 700 vetë. Aq po mdo këtë se si ka ment ati. Deri sa na piskatim me zo. Deri sa na piskasim me zo. Qka është bre kizo 5 herë në ditë e kështu? Prej neve më dëgjohet kjo. Herët është që thomune qka kishë ndodhë me pas qenë rrugën e Allahut. Deri sa nën slupçan, hecim slupçan, i ndëgjojmë të ligjëratat nëzeta, i ndëgjojmë të ligjëratat burimore të Kurani Kerimit, edhe unë jam i bindun se xhamia është e marume para 400-500 viteve, kjo xhami është shëndru, është ndërtu kjo në 36-ën, po ajo qetra para 500 viteve. Në këtë metodë Islami nuk është spjegu këtu burimisht, as një herë. Haptas, hoxalar s'ka pas, haptas, pa rezerv, hoxalar s'ka pas, se razvodniki qaq di, desetari qaq di, qaush, 10 asker shka ju dheq, qaq di, a e dhët, ber me fletë se sa ati non, sho që ati i ben trubës me zonë gjumi, sa ban gjasht i ben muqu, edhe a i mba tepër nuk din kur gjo, a i di pra, atomin gjath berbar, gzat qu se shkoj, heke moskën noje se ka përcaj problemi, a i a që di. Kurse do qeri din do pun qera, ama dhe një senda është katastrofë. Ka një herë desetari është i mirë me konë hoqë, kur t'jen kejt askert razvodnike atë poshtë. Se ka një herë edhe qetra pëndodhë, askert kejt razvodnike heq kur gjonë të poshtë, a i hoxha pa ka gjemë më nalt me një vend, piqina vesarit, e përpjet, edhe ati po jetë një vakum një zbrasin e po lind nga kjo të në shka tha hoxha, ajo që e tham javën që i kaloj, shka tha hoxha, në ka rasë. Pre kësa, kështu në kjo punë, tha. Dhe në ka rasë. A i qëtëri shka tha, javën e kalumë, shka tha. Lom ka po hoxha. Dhe me thonë gjemoti një saat mas gjumua kanë fshinë, se hoxha ka bo shumë lom. Ato vesh kanë fshinë, kanë qitë për jashtë. Ja kështu. Po të kem në të Allahu Gjelle Gjelaluhu, po të kem në robë të ati edhe veprum si ma sistemit ati. Inderuar i gjemot, o i ju që na kërkan ma shumë se ju se dojmë, heq. Na se dojmë as kënë në këtë botë ma shumë se juve. Ju jeni të parton e qervin. Na sot do t'ishmi në shpite tona ati ku duhet tjetë, sot do t'ishmi. Kejt kjo s'kish ndodhë, qish dush mere, qish dush besoje, qish dush kape, ne do t'jeshmi ati ku duhet me qenë, ne nuk do t'jeshmi rrugve, edhe një mos e arros edhe këtë pa ta thamë. Këta e përfshin plani i ndihmuzve, mos harro. Nare me veti, ku dush qe, qish dush komentoj kur dilësh për gjamije. Këta e përfshin plani i ndihmësave, sukur shka e përfshin plani i përzonsave, njajta. Kejt më në fund atje del. Po është herët e di, ama ne jemi një popull, që kemi thonë ne jemi një popull, që mas 60 viteve, mas 70 viteve thojmë, po efendia jonë pa të thonë, mara. Na shtipe shofim me si, halit e fenia, i kësa i kursie, a i që ka bot dërës këtu, halit e fenia, a ju kish pas thonë pleshve tonë, ka me arë një heqimet me ilin balë, kështë nuk ishë pas thonë pleshve. Plestetoni këshin pas këshirat e letë fenijës. Kështu e këshin pas këshirë. Po thot hoxha,
Ka me ardhë një qimet me pap me ilin bal. Kejt pleqët e tonë kishin pas kujtu se a i pi mishit e ka atë ilin. Kështu kur të lej njeri lindeve, lind hazër me ili, jo, në ka poq. Me burëm pi për mas. Ili në ka poq, me burëm pi për mas. Me ili. Do me thonë, me hek me një. Ka më ardhë një qimet. E shka me të ardha i qimeti me ili, e të në ka hi neve mund midis. Mund midis. Mund Tiran, mund midis. Leje që në ka hi, për s'po del. S'po del. A ke pas eri, s'po del. Ashtë i hecë, hajde, urdhno. Sa shqiptar ka të shkollum që për ju thëmë në modern, intelektual? Sa shqiptar janë të shkollum shti? Me mi janë, qindra mija. Që ka me po, hajde, urdhno, ku i ke? Ku i ke? Hajde, urdhno, ku i ke? A ka përgjigje? Na po i pisim ato, jo juve që jeni në gjami, na po i pisim ato. Që shma intelektual, shka i shkollu? Magister, i qka i magister? I kimijës, e ke gjetë Allahun? Fi fizikës, Allahun e ke gjetë, a i shërben ati? Matematikën, e ke vun shërbimin e fes tonë? E ke vun, e ke islamizu? E ke vun shërbimin tonë? E ke vun shërbim? Jo, vëlle. O, doktor, medicinën që e ke studiu, e ke vun shërbim? E ke vun shërbimin e Allahut e kam fjallën? Jo, alo. Po mës dalë dë një mës thashtë, a hala me atë Allahina? Kësi ka një numër të malë. E Gjermanët prap, po ta thëmë prap haptas, Gjermanët e kanë shkencën në shërbimin e Zotit. Këto Gjermanët që janë modern, e kanë shkencën në shërbimin e Zotit, e pra po të kalzoj se në Gjermani ekziston, o ju intelektualët shqiptarë. Në Gjermani ekziston spitale, jo spital, spitale në emnin Josef Krankenhaus. Josef Krankenhaus, spitali i Josefit, i shenjt, spitali fetar. Në atë spital ven popi me të pasike e halët, ven prifti zakonisht, jo kështu, zakonisht me të vizitu dhe me të pitë, mos pët mungon dhe një sent i helbet këtu, mos ki një munges këtu. E po mirë vllavi jam i dashur, pra, ti që po donë në Evropë që së më po shkon prej fesë, ti që së po, kur të shkojsh a gje, unë po të kalzoj, kur të shkojsh a gje në saban, me nxezve në prifti me të vizitu të qadra, a i ka ardhë me të vizitu të kampin Tiran, prifti italian, kampin e Kosovarve 100% musliman, me gra, me cull, me bura, me fmi, me pleq, me kejt, as një krishter veç prifti për Italie, që din shqip pathër me fol, njës ka hap shkollën fillore dhe të mesme në kamp mrena, në kamp të përqendrimit të përkoshëm, edhe aj gjemve ton të cilën shkun me qu një ilmihal edhe një fletush, po në atë kamp i përzulja, i tha, ju s'keni pun këtu. O dashur, po kur më neve na dulën qertë zotat shumë? Kur na atë shpejt u banëm qerve na mës me pas drejta në anës tonë mi fol. Kur prift italian u bo ma jafrëm, o ju intelektual shqiptar, o ju që e keni emnin Hasan e Husein, e Recep e Hisni e Beqir e Salim, o ju të humbur, o ju që keni humbe dhe humbët mas juve qerë, ju humbët mas juve qerë, këthan ju Allahut, ju e keni bot juvën, ju veç thuni popullit juve, po, Zoti ekziston edhe duhet adhuruar ata, spjegimet na i bojmë. E humbët vetë edhe e humbët popullin, e humbët, ja falet ju popullin qerve me një çokolad edhe me një kreq, mës me nalon neve me fol fjallën ton. Ju marut djem në kampin e Stenkovcit në Shkop,
I than gjemve tonë që ja dhan një fletushke cila në ata shkruan Bismillahirrahmanirrahim. Na jemi musliman edhe në kësi kushte duhet të jetojmë të pastër. Këtu shkruan fletushkën tonë që kemi përgatit. Duhet lahemi, duhet pastrohemi. Na kur s'kemi ujë duhet marrim temum. Na duhet jetojmë të pastër. Edhe në kamp prani thojt, edhe në kamp pastronu aq sa ka mundsi. Këto muhabete ato gjem të çun i rëmin gjem të tonë prej atij se na tasha kështu thanë ato, na punën e fes me Allahin tash kemi punë këtu. Shiqo tash. Do me thonë se na Allahun për njëfshmi ditën e Bajramit, apo kër i kemi katin e mirë, kravatën e mirë, edhe baklavën e mirë, por do, e arrim. Kur si kemi këto, o vllau jem, ka pas një shoqi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka pas emrin Ebu Selema. A i tha, në ditat më të zeza të kontratës Muhammed Mustafas me Suhejlin, 3 vite me radhë në Mrakka, kanë marrë qëndrim qafirat mos me ju shit muslimanve dhe mos me ble pitive, mos me ju dhonë grallë mos me marrë prej ative, mos me ju dhonë pazaras mos me ju falë, mos me lipo ha dhe mos me morë dhe ha prej ative. Kjo ka zgat 3 vite. Le kontrata letër ishte e varë me në qabe, ka thonë Ebu Selema, deri ati arriti puna, deri ati shkoj puna larkë sa qini natë, dola unë në shkratin me derë një uj, me prish një abdes na i thujmë. Tha, ndjeva nga uj, nga urina ime, një përshpëritje lëkura, e ula dorën e kapa ata, edhe e qova në shpi gruja jeme, e lajti ata, e zeu pak edhe e hangrëm me cult, ishte ajo një likur, e një hajvanit që kish ngordh para mujve, këta e zina ato e hangrën, po nuk diskutun ato, asha Allah u këtu shti ajo, nuk than ato, e ku asha e Allah e me animu, se neve dishka mdokët, se përna dokët, se na duhet me nejt, bash jemi të kryum për kam kreq, e dikan na duhet me gjeq, ka na thot, po, ju veç rrini se na ja lujim të nena shti për juve. Ashtu mu pëmdokët se na i kemi fitu bindjet. Na i kemi fitu bindjet se na duhet me i pas dur të lime të lame me sapun misk, të fërku mirë se qertë ato qertë përshkajen, ato duhet me po dishka. Edhe na kontestojmë të na pedojmë Allahun, as pedojmë, kur tjetë dile dojmë, kur tjetë vrant, përshka me na u bon neve vrant, na s'ban me na u bon vrant neve. Na duhet hajma këfelt me pas. Jo, na jemi musliman, na s'duhet, na se kemi këfelt asjare, të besimit islam se kanë këfelt gjithmonë. I tha njoni Rasullahi a.s. Tha, ja Rasulallah, ja Muhammed, halas kish kalun islam, tha, ja Muhammed, kam interesim të gjallë, tha, me pranu fejën tome. Tha, kam interesim gjallë me u bo musliman, me hinë taborin tanë. I tha Rasullahi a.s. Pregadit ju varfërijës, kështu i tha. Tha, po unë po du me qenë gjennet me tije, ja majti pak minion qëtër tash, të emramja, të pika e fundit. Tha, po du me qenë gjennet me tije. Tha, pregadit ju varfërijës. Se me muhe, ka thonë Rasullullah s.a.s. dush me qenë i durushëm shumë. Me muhe dush me hi 73 herë në lufta. A i 73 lufta i zhvilloj. Në 28 mori a i pjesë vetë. Deri në 36 i banën sahabët, a sahabët shokët e ati, deri në 73 numrin i kanë organizu ato. 73 herë në lufta. Sa pregatit që varfërijës, do me thonë, ti dush me dhonë pasunia ati, dush me i dhonë gjemt ati, dush me i dhonë vajzët ati, dush me i dhonë pasurin tonë ati, dush me i dhonë vetë vetën ati. Ndash. Apo do me qenë me muë, sa pregatit që varfërijës. Allahun Kurani Kerim ka thonë zemrat janë di. Zemrat janë di. Ka thonë wa nafsin wa ma sawaha. Ka thonë po pa i be në atë epsh, në atë shpirt, në atë zemër që kam ndërtuun se zemra ndërtimi Allah. Tha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. E kam inspirut mirën edhe të keqen në të emrenda. Tha qad aflaha man zakkaha. Ilumi aj ka pështu drejt për zdrejti aj që arriti atë zemër të vetën me pastru, me jetu të pastër, me jetu i pastër, me jetu i pastër, në do me thonë, në atë kuptimin që po jetojnë tash do të pastër. Pse bre po e pi atë raki, tha, po e pi, tha gjame, a di shka ka, po e pi, tha, po baram kur kujs po i mendoj kesh.
Po e pitha, po baram kërkuj s'po ja mendoj të keqen. Shiqo tashti. Shiqo sa ka arrit me dit ki. E që ti, unë nuk i thom intelektual. Këti hala më herët kisha me i thonë me shok të vet intelektual. Kis mundut me qenë intelektual. Se edhe intelektual edhe rakigjis mundut. Po kis ka mujt me hetu, se para se ti baj keq qerve, s'ban me i bo keq vetë vetës. Kje ka humu vetë vetën të i bo keq, edhe po lavdro se qerves për ju baj keq. Po tja, qerta ma shumë se vetë vetën i do. Ti s'ban me mdasht mu ma shumë se vetë vetën. Ti dush me dasht vetën. Ti dush me shpëtu vetën nga e keqja. Prej smundjeve si kalerizme e qera, dush me shpëtu vetën. Pastaj mu me më këshilu. Ti e ke myt vetën. Po unë e pepi, po qerve barëm s'po ju mendoj keq. Allah, Allah. Sa i menqër. Sa talent i madh ki. Edhe kje harron. Nuk ka që di që kje ka uniform të veshën. Uniformën, cëllin uniform? Uniformën që të thinë gjennet. Se po u veshe me uniform ti i gjenetit, mos si të ishe muslimane kam fjallën, si të kishe besim, ti je, ajo është uniforma e garancës të hyrjes në gjennet. Qështu e ka emnin, kjo unë se kam maru këta, kështu e ka emnin, uniforma e garancës që shtin gjennet. E tashti, unë e kam vesh ata, edhe e kam vesh uniformën e garancës për në gjennet, se du me dek me ta. Ama edhe në shishe raki me veti. Se hajde tash, urdhno tash. Oj dash, urdhno tash, hajde, kush me spjegon, qka kjo pun kështu? Qka kjo pun kështu? S'mundet. Nuk s'ka gjennet mo. Kjo është humbje. Kështu pra unë i thom gjallit ton, ti në këtë rast me durët e tua, e ke humb vetë vetën. Edhe prej ti e shumë pak pritët. Shumë pak pritët e ke humb vetë vetën. Kjo është sukur a i njeri, i cili ka ndërtu një shtëpi të bukur, po inxhinjeri i cili ja ndërtoj, duke e ndërtu shtëpinë ja minoj. Kështu a kjo punë. Ai që ja ndërtoj shtëpinë ja la minët mrenda. Ai kur hini me fëmija dit i eksplodun ato. Urdhno tash pra. A hini shpitrekja? Ti ke hi me uniformën e cila shtin gjennet nëse vritesh me te. Po e ke gotën e rakijës me veti, ta di është ti je i miniratëm. Ti me vdekjen tonë eksplodon për gjithmonë masmo. S'ka prej tije. S'ka prej tije asgjo, dush me qeni pastër. Allahu ka po be në zemrën, në shpirtin e pastër, ka thonë, po baj be, se unë e kam ngrit atë edhe kam kryut pastër, po baj be në madhnin time që e kam kryut pastër, edhe po thomë, kad aflaha men zekkaha, ka shpëtu aj që e mbajtit pastër. Pra kështu drejt, ka shpëtu aj që e vazhdoj pastër, jo aj që e ndoti, aj s'ka shpëtu aj që e mbajti, aj që qëjnë vazhdim. Kurse zemra qëtër, në anën qëtër, është ka dhulumatin, fi bahrin lëgjij, yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Thash ajo zemër si një anije e vogël, e cila ka ngel në detin natën e veshtës me mjegull dhe dalga dhe val, të ashpra të detit, qisht të lovitët ajo në te, ashtu ka ngel zemra e ndotur me haram në këtë vërdalën e kësaj bote, e ajo mendon se është nudhe. Është nudhe, po qfar udhe? Duke mendu se do t'a gjej brek detin një herë. Urdhno vllave jam i dashur. A e bisedojmë pra këtë çështje një minuta di. Në deti me val, me frim të ashpër me mjegull, val mbi val, është i interesu me dal në bregdet kjo anije vogël me një njeri. A ke shpresa? Se del? Del kjo? Pra këtu janë shpresat më të vogla se minimale. Këtu janë shpresat e humbura. Kështu është ai njeri i cili mendon se do të del në bregdet me gotën e alkoholit, ai i cili mendon se del në bregdet me blerjen e zemrave dhe shpirtave të qerve, ai që mendon se del në bregdet duke bo një haram, apo në përmet rishfetit, apo në përmet ati korupcionit të zi, cili është i njohur të njerëzit, në përmet tradhties dhe rrenës, në përmet bindjeve të thata të kota, që mas ative bindjeve nuk ka kalli, nuk ka me kor, nuk ka me fshin, s'ka me blujt, nuk ka me hongër. Kështu janë ato zemra. Runa zot, një me qenë, të gjithë kemi me pagu, po me qenë shumë këto. Një me qenë, është defekt, një pi gaz, në burën e tëmlit është sa të dush, një pik gaz në burën e mjoltit është sa të dush, s'duhet një burë, një pik gaz mjolt është sa të dush, atë duhet me derdh. Nëse na kemi shumë pikat gazit,
Ne me siguri duhet me dhellë këtë histori e me ndërtu koshiqen e Bletës e cila ndërton historinë e re. Më duket ma i vogli unë jam prej intelektualve në popullin ton, më duket se neve po duhet me ndërtu sandëkin e Bletës së historisë së re tonës. Mendoj se koha këtu ka ardhë, se mdokët prej sandëkave që ne i kanë përmis qertë për dit, ne ka praptu mjolti në shpin edhe në bark natë e dit, ne ka ndot prap emnin e ka mjolt, a i prap ash aty, pra, a i prap ash aty, ne nuk thojmë ne ka derë mjolti për pak e për shumë, po thojmë a ash aty, po ne i kanë praptu qertë e ne i kanë plunos me diçka tjetër që s'po na lën me hongër, e tash nëse më lejoni për fund me thonë se mdokët se neve dhe na i derdhen mjoltin. Na i derdhen prej sandëkit. Shkoj mjolti. Shkoj mjalti ju. Unë se di shka ka met. Vesh një pun jam i bindum. Sandëk janë shati. I praptu. Sandëk janë i praptu më ti. Edhe po e mbyllë e po tham. Qel një sit mirë. Se natë sandëk do të hinë qera sende me tu. Qel një sit mirë. Se natë sandëk, shpejt e shpejt, jo mizat e Bletës, qera mizat të tin me tu. Që ato mizat qera, nëse në gutën të Bletës me hi mrenda, grenzat kanë me hi. Dalimi i madh, është mes Bletës edhe grenzës. Nëse në shpejtojnë me hi mizat e Bletës prap në ta, grenzat e okupun atë sandukin tonë. Aja është ati hapon, me krijet e poshti praptum, urdhnoni ju të ndershëm të gjithë, edhe në nënvizon e këta, bini mas, bane vepër, edhe kujtonu mirë, thirni mizat qera të Bletës me shkat duni thirni, të këthejam të sandëki, se sandëki është joni. Aja është joni. Edhe në këtë radhë nëse a i mushët, a i ka me ndërtu atë fe pugace prej të cilës del me sulmu në ardhëmërien ton të afrëm dhe të lartë. Allahu në gjelle gjelelu e lusmi ne, që të në ndihmon me hinë sandëk prap. Allahu në lusmi ne që të bëmi të vetë dishëm edhe t'i thojmë ati me zë, pa u tërpnu prej kurkuj, se na tut jemi. Na tut jemi. Edhe inshallah rëshasin prej skemës njerëzit të cilët e hapin gojen edhe mbushin plot kur të thojnë, ju të Allahut largonu prej këtu se ne me juve s'kemi pun, edhe s'kemi pun me Allahin e juve. Kështu po thojnë do, as me juve s'kemi pun, as me Allahin e juve s'kemi pun. Pra a i shka s'ka pun me neve. Edhe a i shka s'ka pun me Allahin ton, a i sa shijoni. A i sa shijoni. A i kuja është na nuk e dim. A i na nuk e dim. Po një gjohë e mësum prom 3, i kuj mundësh me qenë. Prom. Një gjohë 3 e mësum prom, i kuj mundësh me qenë. Prom qytetin Gjizin, të Libanit të jugut, e lishu në ushtria libaneze, ata e shkun në Israel ato, se ishin libanez që i shërbeshin jahudive. E lishun, dhe më thonë në liru qyteti, e ka morë Libani, se ata e kanë pas pjesa e ushtrijës Libanit e cila i shërben të jahudive. E pa, që shak kjo put? Mësabit. Kur më lërë shmi bazë qërë herë, në kësham midis të kalamoqit ton e më shmi një krabari pra e vant. Midis kalamoqit. Ska venat e kalamoqit, se kimi lë barit jata, po ati e gjojnë shmi pak bari mi u qitë hajvan me në kësham. Lillahi l-Fatiha.